Numri viktimave nga tërmeti me magnitud 7.7 ball që goditi Myanmarin është rritur ndjeshëm, duke arritur në 1.002 të vdekur dhe 2.376 të plagosur, sipas njoftimit më të fundit të qeverisë së juntës ushtarake. Shumica e viktimave ndodhen në Mandalay, qyteti i dytë më i madh i vendit dhe më afër epiqendrës së tërmetit. Në këtë zonë ekipet e shpëtimit po përpiqen të gjejnë të mbijetuarit, madje edhe me duar, duke kërkuar mes rrnojave. Naypyidaw, kryeqyteti i Myanmarit, është gjithashtu ndër zonat më të goditura, me 94 viktima të konfirmuara deri më tani. Ndërkohë në Bangkok të Tajlandës, ku një ndërtesë e papërfunduar ushqem si pasojë e tërmetit, operacionet e shpëtimit vazhdojnë. Sipas zyrtarëve lokale, rreth 100 punëtorë rezultojnë të zhdukur, ndërsa 6 persona kanë humbur jetën. Ekipet e shpëtimit në Bangkok kanë arritur të zbulojnë të paktën 15 të mbijetuar në rrënoja. Ata besohet të jenë bllokuar në një thellësi prej 5 deri në 10 metra. Për të përshpejtuar shpëtimin, ekipet po planifikojnë përdorimin e makinerive të rënda për të pastruar sa më shpejt mbetjet e ndërtesës së shembur.